Çmendet moti, stuhia e fuqishme godet këtë vend, përmbytje dhe rreshje të dendura shiu. Një stuhi e fuqishme e shoqëruar me rreshje të dendura shiu, breshër dhe vetëtima ka goditur shumë pjesë të Serbisë, duke përfshirë kryeqytetin Beograd dhe qytete të tjera si Obrenovac, Panceva, Mladenovac dhe Kragujevcin. Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë ka dërguar një njoftim urgjent për qytetarët e Beogradit përmes një mesazhi, duke shpallur një gjendje të jashtëzakonshme dhe një paralajmërim për stuhi të fortë. Ky paralajmërim thekson rrezikun e mundshëm për dëme materiale, përmbytje lokale, rrëshqitje dheu dhe shembje, si dhe rrezikun e goditjeve të rrufes. Përveç këtyre, stuhia mund të shkaktojë probleme në furnizim me energji elektrike, rrezik zjarr, si dhe vështirësi në telekomunikacion dhe trafik. Autoritetet kanë rekomanduar që qytetarët të qëndrojnë në shtëpi dhe të ndjekin informacionet nga burime zyrtare. Rreshjet e fuqishme kanë shkaktuar tashmë përmbytje në disa zona, por ende nuk ka informacione të plota për dëme materiale. Situata mbetet e vështirë dhe autoritetet janë duke monitoruar gjendjen.